Përshëndetje të dashur miq, unë jam astrologja Denisa Shyle dhe ky është kanali im i YouTube-it. Këtu mund të gjeni shumë video në lidhje me ndikimet e ndryshme astrologjike, qofshin këto ato periodike, po ashtu edhe me kalimet planetare. Për të mbështetur këtë kanal në mënyrë që edhe unë të kem mundësi që të bëj video më tepër, atëherë mund të abonoheni, të pëlqeni videot e mia, si dhe mund të shkruani komente. Ndër këto komente mund edhe të sugjeroni video të ardhshme apo një tema të cilat keni interes për të marrë përgjigje nga astrologjia. Ndërkohë që, siç e përmenda pak përpara, te ky kanal ka shumë video tashmë prej të cilave mund të merrni informacione, më duhet të rikujtoj që të gjitha këto informacione janë ndikime të përgjithshme dhe individi mund të preket vërtet shumë ndryshe. Ka shumë persona që më shkruajnë dhe më pyesin në lidhje me ndikimet e tyre personale dhe arrin që të përfitojnë edhe nga shërbimet e mia, në mënyrë që edhe ju të përfitoni, që të mund të merrni përgjigje pyetjeve tuaja, që të mund edhe të përgjigjemi disa problemeve ose të prekim disa probleme të cilat ju ndoshta nuk arrini që të gjeni zgjidhjet me informacionet që keni, atëherë mund të bëjmë edhe analizën e hartës tuaj. Për të përfituar nga këto shërbime, mjafton që të më shkruani nga numri WhatsApp-it që shikoni në ekran. Dhe po kalojmë më njëherë tek tema e ditës, e cila është parashikimi javor për javën nga 3 deri në datën 9 gusht. Kjo është një nga javët e cilat ndikimet i kanë goxha më të zbutura se sa java paraardhëse. Kemi 3 ndikime shumë të rëndësishme. Një prej tyre nuk është shumë i këndshëm, është që ditën e hënë do të jetë fillimi i retrogradës së Chironit, i cili është plaga jone përjetshme, prandaj dhe shkakton dëme të rëndësishme në fushat përkaste që prek tek çdo individ, por nga ana tjetër të gjitha këto dëme në të vërtetë janë mësimet që ne marrim dhe fal këtyre mësimeve dhe ne arrim që të shërojmë pikërisht ato fushat përkaste të cilat prek ai Chiron. Kjo do të jetë një retrograd e gjatë, fillon që në datën 3 gusht dhe do të vazhdojë deri në datën 6 janar të vitit 2027. Pra si që vini re, është një retrograd e cila mund të na lodhi disi. Në këto momente, kjo retrograd duke qenë se ka dhe kënd negativ me Plutonin dhe me Jupiterin donse të largët tashmë, na ndikon në aspekte shumë të rëndësishme, siç janë ato marrëdhënies shoqërore, vendi që ne kemi këtu, po ashtu në lidhje me të ardhurat materiale, por në të kohë këtu na jep edhe mësime të vyera, prandaj nëse jemi me sy hapur, arrim që të perceptojmë më shpejt ato dhe seriozisht të mund të marrim masa në mënyrë që mos kemi probleme me të ardhurat materiale apo mos kemi dëmtime në këtë aspekt. Ndërkohë që pika tjetër ku mund të ndikohemi janë çështjet e zemrës, edhe marrëdhënie sentimentale, po ashtu edhe guximi që ne kemi për të ndërtuar diçka pas një periudhe e cila mund të ketë qenë problematike, ose thjesht për të marrë guximin për të filluar një projekt të ri. Është një retrograd e cila mund të bëhet pak e lodhshme, siç e thash, por është gjithmonë më së menaxhueshme nëse ne thjesht jemi të vetëdijshëm. Gjatë kësaj jave do të kemi edhe 2 ndikime të tjera, do të kemi 2 kalime planetare. I pari është në datën 6 gusht, do të kemi kalimin e Venusit tek shenja e Peshorës. Ky në të vërtetë është një ndikim vërtet shumë i madh pozitiv. Arsyeja që është pozitiv është se Venusi është drejtuesi i kësaj shenje dhe pak më tepër është edhe shenja ku ndihet vërtet shumë mirë. Kemi një balancim të dukshëm tashmë të marrëdhënieve tona personale dhe mbi të gjitha krijon dhe një harmoni pothuajse në çdo aspekt të jetës. Ne brenda vetes tonë fillojmë që të krijojmë një balancë vërtet shumë të mirë. Marrja dhe dhënia në marrëdhëniet tona vërtet që rregullohet dhe balancohet në mënyrë të dukshme. Pak më tepër që drejt fundjavës do të kemi edhe kënde pozitive si me Uranin, po ashtu dhe me Plutonin, dhe kjo e bën shumë më tepër efektiv vendosjen e Venusit te kjo shenjë. Ditën e diel në datën 9 gusht do të kemi edhe kalimin e Mërkurit tek shenja e Luanit. Kur Mërkuri është vendosur tek shenja e Luanit, ndihet shumë herë më mirë se çfarë ndihet tek shenja e Gaforës. Dhe jemi shumë më tepër kreativ. Komunikimi është më i lehtë për këtë arsye dhe pak më tepër jemi shumë më tepër pasionant në komunikimin ton. Kjo i ndihmon në mënyrë të dukshme të gjitha marrëdhëniet tona. Pak më tepër që kemi dhe më tepër guxim për të filluar diçka. I njëjti Mërkur gjatë kësaj jave do të ketë edhe kënda pozitive me Neptunin. Kur kemi një kënd pozitiv të Mërkurit me Neptunin, ky është një ndikim vërtet shumë i madh pozitiv. Arsyeja që është pozitive është sepse imagjinata jonë e lehtëson vërtet shumë punën. Dhe mbi të gjitha nuk kemi mjegullime që mund të kemi pasur gjatë kësaj periudhe. Është më i përshpejtuar tashmë është futur në lëvizjen të drejtë më së miri, prandaj dhe kemi gjithçka shumë më të thjeshtë.
por duke qenë se edhe gjatë kësaj jave do të jeti vendosur tek shenja e gaforës, pra siç e thash edhe në fillim, duke qenë se do të kaloj vetëm ditën e diel tek shenja e radhës, edhe gjatë kësaj jave duhet të jemi pakës më të kujdesshëm në marrëdhëniet tona personale, sidomos në ato familjare. Të fillojmë që të aplikojmë ose të vazhdojmë që të aplikojmë të gjitha mësimet që morëm gjatë retrogradës së tij është më së domosdoshme tashmë. E kemi shumë më të thjeshtë, duke qenë se gjatë gjithë kësaj jave njëti Mërkur do të ketë një kënd pozitiv edhe me Venusin. Prandaj në çdo aspekt që ka nevojë për zbukurinë dhe për harmoni, marrim një tim vërtet shumë të madhe. Do të theksohet shumë më tepër pas datës 6 kur Venusi të kalojë tashmë tek shenja e Peshorës. Gjatë kësaj jave kemi edhe një kënd i cili ka ndikime vërtet shumë pozitive. Ky është këndi midis Diellit dhe Saturnit. Kur kemi një kënd pozitiv të Diellit, i cili është i vendosur tek shenja e Luanit me Saturnin që është i vendosur tek shenja e Dashit, ne kemi një rritje të dukshme të vetëbesimit tonë, të kreativitetit, pak më tepër që jemi dhe shumë herë më të guximshëm. Duke qenë se të gjitha këtyre bashkangjitet edhe struktura dhe disiplina që na jep Saturni, e kemi shumë më të thjeshtë që të gjitha projektet tona të mund t'i aplikojmë. Ky është këndi i cili e lehtëson në mënyrë të dukshme realizimin ose ecin përpara drejt qëllimeve tona. Prandaj do të këshilloj vërtet që ti përdorni, ose do ta ndijmë gjatë gjithë javës këtë si ndikim. Ditët kur do të jetë më e fuqishme, do të jetë data 6 dhe 7, madje data 7 mund të them që është dita e cila ky si efekt do të ketë një ndikim shumë më tepër shtytës drejt suksesit që përmenda pak përpara. Ndërkohë që kësaj jave ndarja e elementeve vazhdon që të jetë disbalancuar, kemi një element zjarri shumë të lartë dhe ndikime të tilla shmetim, mund të kemi vërtet zjarre, të cilat do të vazhdojnë edhe gjatë kësaj jave. Gjithë bota pothuajse ose gjithë mes dheu të paktën është duke u djegur dhe kjo është një ndër efektet më negative që ka pasur në natyrë. Për sa përket shoqërisë, mund të vëmë re edhe një rritje në agresion. Kemi edhe një rritje në impulsivitet. Normale që individi e ka vetë në dorë se si do të ndikohet. Në qoftë se vepron në mënyrë impulsive, do të dëmtohet në mënyrë të dukshme, por nëse vepron në mënyrë të vetëdijshme, normal që ka shumë të thjeshtë të anashkalojë këtë. Nga ana tjetër, kemi edhe një element ujë shumë të ulët gjatë gjithë kësaj jave. Kjo do të thënë që zjarret të cilat vijnë në natyrë mund të jenë vërtet shumë të vështira për të shuar. Nga ana tjetër, i njëjti element ujë i ulët gjatë kësaj jave tek individët ose në shoqëri mund të shkaktojë edhe një rënje të empatisë. Mund të mos kemi më dëshirën që të kuptojmë njëri tjetrin dhe kjo detyrimisht të ulë në mënyrë të dukshme tolerancën, si rrjedhoj mund të rrisi edhe pak më tepër agresioni që përmenda pak përpara. Duke qenë se marrëdhënia shoqërore mund të vështirësohen gjatë kësaj jave, do të ishte vërtet e logjikshme dhe e shëndetshme në qoftë se kemi një problem, të ta komunikojmë hapur dhe në qoftë se ndihemi një farë ankthi apo paniku, do të ishte dhe kjo është shumë e këshillueshme që ta komunikonim përpara në mënyrë që të mos e lodhim njëri tjetrin dhe të dëmtojmë marrëdhëniet tona. Dita më pozitive kësaj jave është dita e premte, data 7 gusht. Është një ndër ndikime më pozitive që do të kemi në këto momente, siç e përmenda do të kemi kënd pozitiv midis Diellit dhe Saturnit, pak më tepër do të kemi edhe një trekëndësh ajri, i cili e ndonë do të kulmohet gjatë javës në vazhdim, edhe gjatë kësaj jave do të fillojmë të ndjejmë në mënyrë graduale. Data 8 gusht, pra 8/8, i cili është edhe portali i Begatisë, mund të bëhet një nga ditët më pozitive të kësaj jave, në përgjithësi gjithë fundjava duket pozitive, dhe nëse edhe ne i shtojmë këtij pozitiviteti me optimizmin tonë dhe mundohemi që ta ndihmojmë dhe të gjendim pak më afër njëri tjetrit, të mundohemi që ta mirëkuptojmë pak më tepër njëri tjetrin, normale që do të shtohet edhe më tepër harmonia në ambient. Për sa i përket ditës me ndikime më negative, mund të them që gjatë kësaj jave relativisht të gjitha ditën janë pak a shumë një lloj, duke qenë se kemi një ndikim shumë më të zbutur se javët paraardhëse. Gjithsesi, dita e hënë, duke qenë se do të kemi shironin të ndaluar, mund të bëhet një ditë me ndikime më të vështira. Ndikimi më i rëndësishëm është të jemi të kujdesshëm në lidhje me shëndetin, sepse këtu mund të vijnë re edhe probleme, nëse jemi të vëmendshëm në këtë pikpamje, atëherë normale që kemi shumë më të thjeshtë që çdo gjë që na dhe përpara të mund të bëjmë ballë. Këto ishin të gjitha ndikimet që kishim si të përgjithshme, pashtu edhe tek shenjat. Shumë faleminderit të gjithëve që më ndoqët dhe shihemi përsëri tek videoja tjetër. Mirupafshim.